Kosova është një adresë serioze për investime afatgjatë. Diaspora jonë e sheh Kosovën jo më si rrezik, por si një shans. Papunësia është edhe më shumë se përgjysmuar, shpesh ankohen për biletat e aeroplanit të cilat po ju pengojnë për nga çmimi shumë më tepër se sa rregullat tona të tregtisë. Industria e Kosovës po konsolidohet gradualisht si një sektor kyç për zhvillimin ekonomik. Për mbrojtjen e prodhimit vetëm 50 milion euro, kemi arritur deri në 7.3 milion euro. Një vend më i sigurt, më demokratik dhe financiarisht më i qëndrueshëm. Indikatorët ndërkombëtar tregojnë më pak krim të organizuar, shumë më pak korrupsion, më shumë sundim të ligjit dhe një demokraci e cila forcohet nga viti në vit. Borxhi ynë publik është më i ulët në Evropë, rreth 16% të bruto produktit vendor, që ka mundësuar që qeveria e Kosovës të ketë politika sovraniste. Pastaj rritja ekonomike mbi 4%, vlerësimi kreditor sovran i konfirmuar 2B- nga Fitch Ratings, sektori bankar përgjithsisht i kapitalizuar mirë. Këto nuk janë vetëm numra për raporte, por garanci për juve investitore sipërmarrës se Kosova është një adresë serioze për investime afatgjatë. Ky stabilitet dhe kjo demokraci nuk janë luks politik, janë themeli mbi të cilin ndërtohet zhvillimi ekonomik. Kur qytetarët ndihen sigurt natën, kur gjykatat janë më të pavarura, kur administrata është më profesionale, atëherë edhe një investitor nga Zvicra, Gjermania apo diaspora jonë e sheh Kosovën jo më si rrezik, por si një shans. Dhe ajo që është e rëndësishme ta theksoj, ky progres është për të gjithë qytetarët, shqiptarët dhe komunitetet e tjera me të drejta të garantuara, buxhete të dedikuara dhe pjesëmarrje politike që të kalon çdo standard rajonal. Në këtë kontekst, roli i sektorit privat është kyç. Në këto 5 vite, ekonomia e vendit tonë është rritur mesatarisht rreth 6%. Bruto produkti vendor ka kaluar për herë të parë pragun prej 10 miliard eurosh, si vjet është 11 miliard euro e vitin e ardhshëm bëhet 12 miliard euro. Papunësia është edhe më shumë se përgjysmuar, mbi 85.000 vende të reja të punës janë të regjistruara, eksportet janë dyfishuar, kurse investimet e huaja direkte janë rritur mbi 2 fish krahasuar me qeveritë e kaluara. Qeveria mund të krijojë kushte, por të nderuar pjesëmarrës të dashur sipërmarrës, këto rezultate i keni prodhuar ju, me punën, me rrezikun dhe me inovacionin tuaj. Ne jemi munduar që të mos ju pengojmë e jo rrallë edhe t'ju ndihmojmë. Por ky sukses ju takon para së gjithash dhe mbi të gjitha juve. Ju e bartni barrën e punësimit dhe jeni faktori kryesor i zhvillimit. Gjatë qeverisjes sonë e kemi ulur barrën administrative, kemi digitalizuar shërbimet, kemi reformuar legjislacionin për investime, konkurrencë, tregti, mbrojtje të konsumatorit dhe pronësi industriale, në harmoni që të gjitha këto me standardet e Bashkimit Evropian. Kemi mbështetur me 10 miliona euro grante, garanci kreditore dhe programe për eksport mbi 1.000 biznese prodhuese e eksportuese, si dhe kemi përkrahur qindra biznese, sidomos të grave dhe të rinjve. Kompani nga rajoni, prej diasporës tonë, por dhe brende që para pak vitësh nuk e dinin as ku është Kosova në hartë. Tash, jo vetëm që e din, por shpesh ankohen për biletat e aeroplanit të cilat po ju pengojnë për nga çmimi shumë më tepër se sa rregullat tona të tregtisë për nga përmasa. Dhe kjo është shenjë e mirë.
kur transformohen ankesat është sinjal I progresit. Në vitin 2024, ekonomia e Kosovës regjistroi një rritje reale prej 4.4%, ku industria përpunuese luajti një rol të rëndësishëm në këtë rezultat pozitiv. Kontributi kryesor I vlerës së shtuar të prodhimit në bruto produktin vendor arriti në 13.1%, një nivel mbi mesataren e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ky tregues tregon se industria e Kosovës po konsolidohet gradualisht si një sektor kyç për zhvillimin ekonomik dhe si bazë e rëndësishme për industrializimin e vendit. E vetëm gjatë këtij viti, studimet dhe analizat që I kryem nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë, siç janë identifikimi I nevojave për fuqi punëtore të kualifikuar në industri, studimi I resurseve natyrore, analiza për industrinë qarkore dhe simbiozat, si dhe skemat mbështetëse për industrinë dhe harmonizimi I legjislacionit me direktivat evropiane në fushën e lëvizjes së lirë të mallrave, në fushën e investimeve të qëndrueshme dhe të përgjithshme, ofrojnë një bazë për zhvillim të mëtejshëm të industrisë. Kemi arritur se buxheti I kiesës si total derisa ishte vetëm rreth 3 milion euro deri në vitin 21, të kemi si vjet 18.2 milion euro, që të gjitha të shpenzuara për sektorin privat. E po ashtu nga një skemë vetme që ishte për mbrojtjen e prodhimit vetëm 50 milion euro, kemi arritur deri në 7.3 milion euro. Si dhe të shtohen edhe shumë edhe së paku 5 skema të tjera.